Ashtu ndodh me neve. E pse pa menon kështu? Se s'jena sikur që shjena kona atëherë. Shpe, po vinë njerë që as nuk pinjo, po flasin, po na kërcënojnë, sa herë që hiu në dhomë, ti nalesh. Duhet urgjent më taku. Kush je? E din fort mirë ti kush jam. Pse tash? Çka ki? Ku Katrina? Nuk e di. Rryo, që më rrë? Mos më rraj. Nuk jam katraj. Nga mirë, Bab, klutna. nëse din diçka, e nuk po e thu të vërtetën, ki me pas probleme me më. E qysh po munohesh me një mu? Të këmë thonë ta gjetë një punë, për më qu jashtë venit. Ku është ai vend pra që po do me më qu? Po a kina folë që më nisë për Hollandë. Jo kretin i të përfshim tash. Edhe hala s'ma këni zbarë ftyren. Kja punë nuk zjedh në rrugë. Po ku? Heshtje si gjithmona? Mos ga bo me i folë babes tem që ashtu. E një shto ka shi vetë mund, o, a gjumë shi plak. Qau bo, qka po dëni? Kush me dita i për gjithë canë që e morëm. Së baj meqëm se kjo punë na kushton. Na kushton ma shumë me kumë bëllohë. Kish pas emna, si levizje, to esë, gjithë shka kish pas. Kush e ka bo? Nuk e di. Aja ki po ftyrat? Jo. Një vajzë tjetër prej atje poshtit. A është e njëjta rrugë? Po, kjo ka më shumë rrezik. Pse? Se ka njerëz që po kërkojnë. Atëherë çmimi ndryshon. Ka jetu ma heret të një qikë. E tim për ngjave krejt në motorën tem. Më falë. Se nja? Familja jo të opresh. Djali jo të zhduk, edhe ti hala jetu i prit. Qka jeni të i dasht konkretisht? Pare shumë, shumë pare. Që sa kohë është duk? Që disa ditë, po nuk ka asnjë kontakt. A kemi pista? Po, Kjo nuk na mjafton. Për ty mjafton mi besu një njerit. Qysh jam unë? Ty? Po. Edhe donë që ata njerëz atë ditë që i pove, ata nuk jam për ty. çdo kon. Këtu më rokon. Kon jetu e lyp këto? Përshëndetje. Përshëndetje, më falë, kon jetu e lyp këto? Një shoqe. Cila shoqe ashtu? Lirikën. Ti e një Lirikën, a? Po. Prej kajit? Jena njoftë rastisht, këtu jashtë, në park. Edhe ti tash për kërkon, a? Po. Ka kohë që nuk lajmërohet aja. Edhe unë e kom ma dertë, s'është normale kjo punë. Po, çka ka ndodhë? Nuk e di sakt, po diçka është puna keq. Po ajo ka jetu këtu? Po e di, me disa qika tjera. Po tash?
Asnjë nuk po duket kënej. E tash, ku shpëjeton këtu? Asnjë. Kurse më kanë pëlqy dy prej tyna. Se? Se shumë janë kanë të më shefta. Henin e dilni njerëz gjithë notën, telefonata, lëvizje të çuditshme, gjithë shka. E Lirika? Ajo s'u du kur si ato, po ajo kohëve të fundit u konë shumë e hupme. E ty? Ata ka përmene e problema jo? Jo, asnjëherë. U tut shumë, sidomos prej njonës, prej atyna. Pikujna? Prej asoj Bjondinës, asoj Kaltrinës. Po ajo tjetra? Edhe ajo Buqja. Dyshoj shumë to. Unë e veç një sanë e menoj gjithë, që janë të përfshime shumë e njerëz të këshe ato. Me çfarë njerëz, e ki fjallën? Me punë të pesta, me gjithë shka. Po s'ma merr mendja që e kanë pos në i punë normale. A e ke pati kohën e fundit? Jo, asun se kum po. Edhe që kjo pun tut ma shumë. Po, a ka edhe në i kusht tjetër që i nje këto persona? Jo, këtu ka najt veç me zvete. Edhe diçka po më vjen interesant. Pse ti jetu e kërku ka të shumë Lirikën? Sepse, mu Lirika nuk më duket si njeri që shduket pa arsye. As mu, që ashtu. Mu kjo derë prej që u mshel, më ka shtin paranoja. Dikush e din që ka ndodhë këtu. Po, që ashtu është. Po, veç s'po full kërkosh. A i gati? Gjithë. Okej. Kemi një rastëri. Çfarë asë? Zhdukje. Që sa ku? Që disa jo pa asnjë gjurmë. E kush e ka raportu? Një kontakt për Zvicrë. Polici? Po. Kjo vajza quhet Lirika. A ka familje kjo këtu? Po problemi është tjetër kona. Ku? Dyshohet për një rjet. Çfarë rjeti? Njerëz që lëvizin në hije. Shantazhe, zhdukje, lëvizje të dyshimta. Kush janë emrat? A i den? Deri tash kemi pak. Dy vajza që kanë jetu me te. A janë morë në pyetje hala? Jo. Pse? Po duket se në zhduk krejt të dyjet. Kjo po merr erë të keqe. Shumë keq. Po më shqetëson diçka tjetër mu. Çka? Tu e kontrollu raportin, kom vrejt që ka lëvizje të njerëzve që ne i njohim. Emra? Jo, hala. Po stili, mënyra, po më duken shumë të njoftme. Prej ka po janë nisim? Dihet, banesa. Logje? Po. Du kamerat edhe hyrjet e të gjithë kojshive krejt gjitha. Familja? Hala jo. Pse? Sepse shumë shpesh familja e prish rastin prej emocioneve tyne që i kanë. E kuptoj. Na duhet vetë me jetë qetë. Nëse është rrjet, na shohin para se mi po në ata. Po, janë të organizum edhe besa shumë të rrezikshme. A kena mbështetje?
Jo, zyrtarisht ende jo. Për momentin, jemi vetëm ne. Atëherë duhet me lëviz sa më shpejt. Po, edhe ndjenja po më thotë që kjo vajzë nuk është e vetme. Atëherë kena luftë më të madhe sa që po duket. Po kemi. Nuk jetu duk mirë, oj qik. Po qysh më duk mirë, kur një njeri humb pas një fjollë. Ti e ke njoft mirë. S'ukon qik e keqa. Po qysh përfundoj kështu? Mas ndarjes të burret u bo komplet tjetër njeri. S'ka pas ku me shku e qështu. Familja? Nuk e kanë prit mirë heq, sidomos mas asoj që u ndo prej burrit vetë. E aj nuk e ka lyp kur. Jo, kur se ka lyp. Po tash familja e burrit pe kërkojnë. Qysh e din? Po njerëz të flasin, edhe kom ngu shumë që familja e burrit janë të e kërku. Po ku ka shku ajo mbas darjes? Te që ato dy shoqat në banis. Te kush? Te që të dy shoqet da, te ajo Kaltrina dhe ajo tjetra që shepat emri. E morën me vetin banis. Për me ndimu, garant. Ashtu dhok në fillim, po mu kur ato dyja s'm kanë pëlqy. Pse? Se shumë të mshafta e në kun, që ata. Njerëz të ndryshëm, burra që vini natën. A i ke poti? Po, jo veç një herë, po disa herë. Edhe i pa ta thonë asoj. Qka? Mos u përzi me ato, po ajo kur s'm ka ngu mu. Pse? Se i beson të shumë atyne, e sidomos asoj Kaltrinës. Asaj Kaltrinës? Po, qasoj. Ajo dinte me folë shumë bukur. Ka ditë më ta mu shmanën, që demek po ta donë të mirën shumë. Edhe pastaj? Pastaj filloj me folë për me dalja shtetit. I pa të në thonë që atja ki punë ma të mirë, pare, jetë ma të mirë, gjithë qa. Po mu ka ndokë prej fillimit shumë dyshim ta. Ajo dishti me shku veta? Ato e kanë bindë qëto ditë, edhe ajo u kone lodhën e prej krejtve. Prej kujna? Prej jetës, prej familjes, prej burrit, prej lofëve, prej krejtve. Veç do i keme i këtë ikon. E tash? As kush se din se ku është ta? Jo dem, edhe që kjo punë është më tutë mas shumë te. Qka? Që ato dyja e pe dhe vetë jënë shtukë. Disa ditë para si me humba jo. E të një me apo me ndonë diçka apo jo. Une jam të mënu me kuptu. Mu po më duket që kjo punë është ma e madhe sa që duket. Edhe mu. Ako ke qua, mos zban budalliqe.
shku mbas ti se është gati? Po, komandant, veç edhe pak. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni pjesa? Po, Si jeni? mirë faleminderit. Mirë. Hajde unani. Faleminderit. Mirë se ke ardhur pjesa. Mirë se u gjeta. Keni thonë se rasti është shumë serioz. Po, edhe nuk besoj që kemi veç të bëjmë me zhdukjen zakonshme. A mund është me kallëzu krejt për fillimin? Po, e kam njoft sa isha në pushime në Kosovë. O kone vetme, shumë e humbun. Nuk dukej ajo si kur njeri që kishte kontrol në jetën e vetë. A ka tregu prej nga ka ardhur? Po, pe një fshatit këtu në Kosovë tikon. Edhe më pat kallëzu që ka pas probleme familjare dishka. Ka pas ndarje me burr, probleme me familjen e burrit, edhe ka pas shumë presion. Po, qysh ka përfundu në Zvicër ajo? E, këtu fillojnë dyshimet e mia. Ajo mi ka përmend dy shoqet veta. A më jep emrat? Është një farë kaltrina edhe një shoqe tjetër, po nuk e di që ka emrin. Qëta emra, i kom një edhe prej këshive. Vazhdo besa ty. Ajo thojke që ato shoqet kam pas me ndihmu asajna me qit jashtë vendit për me punu. Po sa ma shumë që ndëgjojsha unë ato, mu më doke si kur o të e kontrolu dikush. Kontrollohej qysh. Ajo gjithmonë o të të keme fol, menoj ke që o të ngune i kush për rreth. A mos ka përmend njerëz tjerë? Jo, drejtë me thonë. Po ti qysh e ndjesha une që e ka ajo dikan mbi kry. Kur e ki pa për herë të fundit? Para se më shduk, o konë shumë e friksume atit. Pse? Ajo më tha që o shfut dikon edhe nuk din që shme dalë. Po, që kjo nuk po t'inglen mirë. Po. Për shato ku më ardhë edhe vetë këtu. Ti punon për policinë zvetërone, po? Po. Pse atëherë nuk e thonë me njerë? Po, se dishta me pa, kujt pi flasë. Mirë po s'ke po. Këto janë adresa, numra edhe lëvizje që i kumë bona. Kjo në më shumë. Shumë. Dyshoj se vajza është halo gjallë, Pse me ndonë ashtu? sepse zhdukja është shumë e kontrollume. Dikosh për kujdeset për mos me lanë në shurëm. Po, nëse kena rjet, Po atëherë duhet me lëviz shumë shpejt, para se me ndodhë diçka ma e madhe. Prej sonte, kjo nuk ka vetëm rast zhdukje. Kjo është një hetjemi plot. atë shumë i pra se nuk kemi shumë kohë. Po, qore. Qështu s'jem të mujtë me vazhdu mo. Qka tash? Tjertë janë të nga kalu e shaq. Iha, ballë probleme kemi. Problemet s'jem të nërë kërë, rëdjallë. Veç tu që i ki ndori nërëllin problemet. E të kuptu, na do të më zgjeru. Janë të na po shumë njerës tash. E që kjo është arsye që na do të me hecë për para. Ti po menon veç për rrezik. Jo, jem të menu veç për kontrol. Spanjolli nuk o me prit mirë ta me lëviz pa e ditaj. Spanjolli menon që kejtë canet e takojnë ati. Po pa neve, a i s'kesh me pa u gjë.
Mos fol shumë agran. Ai merr vesh gjithçka. E le ta marrin vesh pra. O djalë, ti je të i lyp probleme. Problemi po vjen. Ajo firma që të këmë thonë, Po? ata janë të tutë që pe upin një moshën e vetë. Nëse te pramo. Ti halo se ki kuptu. Njerës nuk kontrollohen me forcë, po me tutë. E po kjo punë po më na hongre krejtve. Jo mu, është na ofru policia. në kushta ty. Po nihet agran. Ka shumë lëvizje në kohën e fundit. Atër do të më mbyll gojtë para se me pol. Ti po bësh shumë i rrezikshëm. Jo. Veç po bona i mesëm. Shumë shpejt kam nda gjithë. Jo, hala është herët. U banu të apet jo, si çdo herë, Pat shumë kontrolla rrugës. More, a pat kontrola, as pat, mu su më intereson heq. Veç një sen du me dit. Edhe jo. Që kur ju thirre, me njerë duhet me marrë. A u kuptu me, Manuel? Okej. Ka një javë shumë e nxehtë. Po mdo këtë që njerës të mi po lodhen. Jo lodhje, shef. Ka pas lëvizjet shumë ta. Ti gjithmonë kjo arsye, Agran. Jo arsye. Po kujdes. Kujdesin e caktojon. Jo, veç punani. Po, Po ti? Po që shumë të heshtën kohën e fundit. Veç po menaj. Njerë si ti, kur menojnë shumë, mujnë edhe me gabu. agroni veç po mënohet me mbaj situatën në kontroll. Apo e mban? Deri tash po. Mirë, nga një mirë. Kohët po ndryshojnë. Edhe ka sy mbi neve. Policia, Ose përmen atë fjallë. Po normal që ka lëvizje. E prandaj, prej sonte, çdo gabim ka bu pagu shtrejt. E këta jo njerëzit që do të më mbajt afër. Po janë edhe do. Do. Që do të edhe mi largu. Mi largu? Mos më detyro me ta spjegu 2 herë, Agran. Se të edhin që e kam shumë rëzi. Edhe një sen tjetër. Se kush më shef, nuk jeton gjatë. Pse kush e të më shef? Po shpresoj që kërkosh. Veç do me të tregu edhe një sen. Buqja është jashtë. Kaltrina nuk është ma problem. çka e ty dasht me thonë me ta? Do pyetje ju bën problem disa njerëzve. Edhe në sen, unë e di krejt. E tash, ikni.
Që, Meri? Nuk i du. Meri, mos u bën budall. Këtu ka pare ma shumë se që ke mendu ti. S'ka marrën për këtë jetë këto. Po du me shku në shtëpi. Cila shtëpi? Qa që ta kanë kthy shtëpinë na? Unë e kam një fëmijë. Po du me rritë qysh duhet. Qka? Qysh the? Ti je shtatë zonë? Që sa ku? Nuk e di sakt. Kjo tash i ndryshon punë. Të lutna. Po të lutna lësham. Ti hala se ke kuptu ku je. Këtu nuk vendos ti. Të lutna, s'po moj ma. Këtu të na njerëz mësohen me gjithçka. Edhe me dhimbjen. Jo, une jo. Po, ti bile. Ti je ma fort se sa që mendon. Jo, jam lodh ma. Çdo ditë jam të jetu me tut. S'dija ka me dalë gjallë prej këtu vetë. Pa e nëse rënë e qetë, normal që ki me dalë gjallë të këtu. Kjo nuk është jetë. Një ditë kimi harru krejt, po të premtoj. Nuk harrohen këto sene. Njëri veç vdes për mrena. Mendo për fëmijën tash. Mos e vështirëso jetën tone ma shumë. Nuk keni shkatru. Jo, veç ta kemi tregu botën që është. O Zot, po du me pështu për këti venit. Shka dhe t'junaj qështu si thot? Ka pos shumë njerë sot. Kjo s'është përgjigje. Si e në të e mojtë këtë këtu. Qka që kena mlidh? Veqa? Po bëhet probleme lëviz. Problemet nuk na interesojnë neve. Edhe kur ju dy, kur e merr një përgjegjësinë, duhet me shku deri në fund. Na jem të bosh ka jena të mujtë. Jo mjaft. Jetu na shtin presion këtë kohën. Presionin alo nuk e ke pa djali mirë. Jo na kemi thonë që është punë e lehtë. Mos të ngrit zanin, djalo. Këtë na shohin tash. Atëherë do të më mësu mos më vrejt. Na dojna me punu veç pa të lashe. Në këtë punë, çdo herë ka të lashe. Kur shen këto, nuk zgjedher ati. Mjaft, ma, mjaft. Se si marrë me bëtë qërkos këtu. Këtu dojmë veç me na hecë puna. Po vojmë çka po mëjmë. Djem, du ma shumë lëvizje, edhe as një gabim. Dhe në herën tjetër, mos na pretni ma me kësë arsëtimet lata. Njerëz që dështojnë, mos harroni se harron shumë shpejt. A e kuptot? Mirë. Kja punë, na ka morë qopë. Veç na ka morë tash. A është dikush? A është dikush mrena? Ju lutna! A të kanë mbyllë edhe ty këto, a? Po. Që sa ko? Nuk e di ma, këtu e hum kohën. Po pse ju në të na majtë këto? Mos pyet shumë. Unë po du me dalë. Kam familje. Edhe unë kom pas. A ka naj rrugë dalje? Jo. Duhet me pas. Jo për këtu. Mos fol ma fort. E kush janë këta njerëz? Njerëz pa mëshirë. Mu më kanë mashtru. Më kanë thonë për me punu për një jetë ma të mirë. Krejtë që ashtu ju thoi. E te prej ka e tje.
Për cilit vend? Nuk ka rëndësi. Këtu krejt bëhame njësoj. Jo, unë s'kam me nejtë këto. Duhet dikush më konë që në animon. Nëse vërtet, veç ta boj ma keq. Unë e po tutna. Unë së tot. Jo m'lodh. Këtu krejt lodhë. Jemi... Jo, po unë po du me jetu. Atëherë, unë së bërzo. Jeni e vonu? Rrugët janë bërë shumë vështira. Për njerëz janë. Hadi, hadi më afër, hadi. Që kë? Është për juve. Kjo nuk o keq që kena bona. E di. Po jo, nuk keni halan venin ku duhet. Ngënë mirë. Në këtë punë nuk ka emocione. Ka veç rezultat. A u kuptum? U kuptum. A? Qashtë. Na po munohen. Munimi nuk pagun. Këshire. Qëto jënë venët ku duhet mirë mu fokusu. Edhe këto. Këshire. Qëto jënë krejtë, më thonë. Po këto janë shumë. Që? Edhe ja keni njësë mua në ku, me njerë ju. Ha? A keni harru kush ju ka pru këto? Emanueli edhe Agroni. Ha? Qa ka thonë ata? Ata po thojnë që na s'jena krejt drejt. Qërë? Ata po thojnë. Ata janë veç ndërmec. E unë jam fundi. Po pagesa? A pare po dënja? Mirë. Nëse po dëni pare, keni me pas pare atë. S'është problem. Unë du veç puna më kry. Tash, besoj që jeni të kënaqën, apo? Veç ngoni mirë. Kjo që ju dhash nuk është problem. Por është veç një kujtes. Ju dë jeni pjesë e lojës. Edhe në këtë lojë nuk ka ndales. Po qka nëse na dojna me dalë? Kërkush nuk del. E veç shtuket. E tash, e cni. Veç edhe një sen ma në men. Se unë e di gjithë qka. A u kuptum? Mos më thuni nesër, kur takomi prap,
që nuk e kom dit. Te unen nuk e kom dit, nuk ka. Ec. Djem, puna është u shku shumë mirë, po edhe pak na dot, edhe pak. Të këshyrëm që bëhet. Po ecëm pa problem. Problemet bashkë që atër vinë, Emanuel, kur ti menon që s'ka probleme. Buqë është aloja është venit. Ka do takime në Zvicër atje. Po në ndihmon shumë aty. Të këshyrëm këta hamburgera se mi ke livdu, anë Manuel, inshallah se në qështu që shkom thu, që shumë ke thonë. Vjen jam shumë. Blanco, a? Nice. A që ke jotja i në Roma? A? Që ke është? A po? Dytë njejt, a fshet mirë Allah. Kjo nuk në animon. Veç në hap dyrt. Nga, duhet me fillu pi familjeve. Prej familje? Po. Derit. Sidomos, pi atynve që lidhen me zhdukjen e vajzës. Kjo është rrugë e gjatë. Po, e vetëmja rrugë është. Këtu nuk është rast i thjesht. A ki informacione të sigurta? Po. Disa emna lidhen në mes vetin. Nëse policia lëviz? Nuk lëviz. Ja di unë kur lëviz. Rrit qetë, ha bëk, ha hamburger. S'baj punë të Po ka shumë sy ko vetë punë. sy ka gjithmonë. Bëmbaret veç kush shë ma shumë. Kjo rjetë nuk është e vogël, është shumë e madhe. Është e madhe sa duhet. Edhe një sen. Ka njerëz që nuk dallohen letë. Nëse e kapim fillin, Atëherë zbërthejmë.